Kanë kaluar plot 28 vite nga dita kur mira forca policore dhe ushtarake serbe e rrethuan Prekazin e Drenicës, duke u përballur me rezistencë të armatosur në familjen Jashari. Atë ditë 5 marsit 1998, në orët e mesditës sikurse tani, në luftime e sipër, njëri nga të rrethuarit arriti të shpëtonte mrekullisht nga e rrethim I hekurt I vendosur prej policëve dhe ushtarëve serb. Emri I tij ishte Bashkim Jashari, atë kohë 20 vjeçar, kurse sot komandant I Forcës së Sigurisë Kosovës. Historiku jetësor I general lejtnant Bashkim Jasharit, prej luftëtarit të lirisë të UÇK-s, deri tek ajo e ushtarakut udhëheqës të FSK-s, mund të lexohet edhe si historia e vetë çlirimit dhe shtetëndërtimit të Kosovës. Andaj, nën këto shenja, le t'i kujtojmë dhe nderojmë të gjithë të rënët